opozitën shqiptare në këtë fushat elektorale si dëshmi e lidhjeve të ngushta miqësore që bashkojnë Partinë Demokratike me Partinë Forza Italia, që në kohën e presidentit të pavdekshëm, mikut të madh të shqiptarëve, italianit të madh Silvio Berlusconi. I dashur Eno, drejtues politik i qarkut të Beratit, i dashur Gjok, drejtues i departamentit të bujqësisë në Partinë Demokratike, të dashur kryetar të Partisë Demokratike të degëve të këtij qarku, të nderuar dhe dashur kandidat për deputet të Partisë Demokratike dhe koalicionit për Shqipërinë madhështore, të pranishëm në këtë takim që jeni krenaria e koalicionit opozitar, krenaria e popullit opozitar dhe shqiptarëve, nesër deputet në Parlamentin e vendit. Unë vi sot të kju për të parashtruar programin tonë, me të cilin duhet të garantojnë çdo fermer të Kutallis, të Beratit dhe të mbarë Shqipërisë se ky program ka si qëllim më kryesor suksesin dhe rritjen e mirëqenjes të fermerëve shqiptarë, të cilët ndërtojnë jetën e tyre me lumej djerse, mundi dhe sakrifica. Ju garantoj se do bëjmë gjithçka që kjo djersë, ky mund, to sakrifica të japin më shumë për ju dhe familjet tuaja dhe për vendin. Ky është qëllimi i programit tonë. Ne konsiderojmë diskriminimin që u bë ju këto 12 vite një diskriminim të pafalshëm. Fermerët, mjafton të them një shifër, në qoftë se fermerin Maqedoni, fermerin Kosovë, në Maltëzi dhe në Serbi, merë sot 5 herë më shumë se ju subvencione, ky është një diskriminim dhe ndëshkim për ju. Po pse është ndëshkim për ju? Sepse hapja e tregut ju bën të pamundur ju të konkuroni me ata që subvencionohen 5 herë më shumë se ju. Cili është? Shpesh nofta më keni ndëgjuar të them se në këtë program akti i parë që do bëjmë ne do ja u kthejmë paratë qytetarëve. Dhe kjo nuk është një slogan, ja u jap fjalë, ju them me sinqeritet më të madh. Ky është një realitet, po pse mos zotëri? Nga 380.000 fermerë, shteti merr taksën e vlerës shtuar në çdo blerje që ata bëjnë. Paguaj 20%. Në 380.000 fermerë që japin 19% të prodhimit të brendshëm të vendit, që punsojnë rreth 500.000 shqiptarë, buxheti i shtetit, miq të dashur, ka lënë këtë vit për fermerin
pa llogaritur ato të administraci i marrën rroga, 32 milion euro. Shuma më qesharake, më e turpshme, 32 milion euro, subvencion për të gjitha për ju. Në një kohë kur Macedonia e ka 220 milion euro, Kosova e ka 4-5 herë më të madhë se sa ne, Serbia 7-8 herë më të lartë. Çfarë do bëjmë ne? Ne do kthejmë parat, mos zotëri, se parat i marrën nga ju. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion, me të cilat do të subvencionojmë çdo fidan që të mbillni, çdo kokë bagti që të mbani, çdo njësi prodhimi që të bëni. Kjo do jetë zotimi ynë solemn për ju. Dhe jo vetëm kaq. Pensionet të fshat, 100 ditë të para, fshati shqiptar nuk do ketë pension ndën 200 euro. Pavarësisht çfarë pensioni është, i plot apo i pjesëshëm apo ku ta di unë, ai nuk mund të jetë më ndën 200 euro. Përveç kësaj, fshati do ketë kartën e konsumatorit me të cilin do të rikthehen të vëshëja e një seri produktës që ai blen. Do hiqet çdo kriter se ke një lop apo ke 10 lop. 1 apo 10 do shpërblesh për kokë. Ai që ka 1 do subvencionohet për 1, ai që ka 10. Do hiqet kriteri për hektar. Ai që ka 1 dynym do subvencionohet për 1 dynym. Ai që ka 10 hektar do subvencionohet për 10 hektar. Ne ju garantoj që ne do bëjmë një mbështetje shumë të fuqishme për fshatin, sepse potenciali i fshatit është shumë i madh për prodhimin dhe vullneti i fermerëve është i hekurt për të prodhuar. Ne do mbrojmë prodhimet tuaja. Ballkani hapur hudhet në kosht plera javën e parë. Nuk ekziston. Çfarë ndodhi miq? Çfarë drame e madhe? Myzeqeja arriti në 35.000 kokë lop race. Edhe po mirë të profilin e qumshit dhe të lopës. Hapen kufirin për prodhimet e Shumadis, futën ligjin parlament për të hequr taksen për qumshtin pluhur dhe shtuan që rritën çmimet e inputeve bujqësore, dengu i barit, shkoj me shtret se litra e qumshtit dhe fermerët u detyruan të therin lopë të racë që ishin fabrikat vogla qumshti në vetvete. Merë fund kjo. Ju garantoj ju se ne qumshtin pluhur do të avem taksen atje ku e meriton dhe do jetë qumshti juaj që do preferohet dhe do shitet në tregun shqiptar dhe gjithë prodhimet tuaja. Ju keni probleme të mëdha me grumullimin dhe ka padrejtësi të mëdha. Tani, grumulluesve, unë u them këtu, që ne i mbështesim, ne jemi të gatshëm t'i kreditojmë me kredit buta dhe me lehtësira të tjera, por çmimet
çmimet nuk mund t'jenë monopol, nuk mund t'jenë çmimet që të vrasin prodhimin. Ja. Ka një praktik, e ajo praktik në raportin midis fermerit dhe grumbulluesit ekziston një praktik. Ose ai raport zgjidhet me një bord të përbashkët, grumbullues dhe fermer, të cilët bien dakord me çmimet e grumbullimit, duke llogaritur kosto dhe çdo gjë, ose pastaj qeti do të detyrohet të krijojë bordin e tij dhe nuk mund të pranojë që të trajtohej ju nga grumbulluesit si indiant nga Kristofor Kolombi, që u çote copa pas qyrash e u mirë të flori. Kjo nuk ndodh më. Jo. Nuk ndodh më. E diu. Shkoni atje në Treg Lushtjes. Se si shytet me dajak diktojnë çmimet. Merr fund ajo. Merr fund. Çmimi do përcaktohet nga bordet përbashkëta ose pastaj do merren praktika tjera dhe nuk mund të trajtohen fermerët që krijojnë prodhimin me djersa ashtu në mënyrë të tillë si trajtohen sot. Merr fund ju fjalën këtu. Së dyti, grumbulluesit nuk ju paguajnë faturat në mjaft raste. Kemi respektin më të madh për grumbulluesit, por ata do të detyrohen të marrin licencën kur të kenë bërë sigurimin në një kompani sigurimi. Çfarë do thotë kjo? Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë don grumbulluesi, kompania e sigurimit do paguajë çdo faturë të pa paguar nga grumbulluesi. E ka Maqedonia. Nuk po shpikim, asgjë s'po shpikim. Jo, e ka vendi fqi. Shkon dhe i merr në kompaninë e sigurimit. Ti do japish atij lek, sepse ai shiti prodhimin, ai do prodhoj përsëri. Nuk mund të krijohet ky zinxhir. E kemi deklaruar të TVSH-ja simetrike javën e parë dhe TVSH-n e përfitoni ju dhe jo grosistët. Nafta për të gjithë popullatën, së pari do ulet çmimi për gjithë popullatën. Sepse sot qeveria për litër nafte merr 1.1 euro. Nuk ka qeveri në botë që merr kaq shumë për naftën, sa që merr qeveria e Edi Ramës. Jo. Ne do të vendosim atë barë fiskale mbi naftën që ka Kosova dhe Maqedonia. Imagjinoni ku jemi edhe. Tani duhet marrim shembull nga vendet përreth. Sepse këtu është bërë, mos e pyet si është bërë. Pra do vendosim atë ngarkesë fiskale që kanë ata. Prandaj ata e kanë naftën 40% më lirë se Shqipëria, 50% më lirë. Pastaj nafta fermerëve do të ushitet me koston e saj. Aq sa ja u jep Edi Rama, keni marrë vesh ju, miliardierët vinë dhe marrin në port 1 miliard litra me jahtin e tyre dhe shtroj një drek për kryeministrin. Janë të mirë se ardhur, pa ajo ndërpritet. Ato miliona litra dhe o japim bujqve fermerëve tane. Po. Do ndalohet importi i inputeve bujqësore që nuk shiten në Bashkimin Evropian. Dhe çdo import i tillë do shpallet krim i rënd. Nuk ka pse të vinë pesticid dhe insekticid kancerogjen dhe t'ja u prishin prodhimet ju.
Këto i bën mafja, nuk i bëjnë tregtar të ndershëm. Dhe i pari që do të kapet duke sjellë inpute që nuk shiten në 2 vende anëtarë të Bashkimit Evropian, absolutisht do dënohet për krim të rënd në Shqipëri. Të dashur miq, ju jeni dëshmitar që ne në 2006-2013 investuam shumë në infrastrukturën e fshatrave dhe sigurisht nuk e kompletuam atë, por ne kishim një zotim dhe një parim dhe e kemi përsëri. Çdo fshat duhet të ketë infrastrukturën e lagjeve të qytetit. Çfarë duhet të them me këtë? Çfarë duhet të them unë me këtë? Duhet të ketë rrugët, furnizimin me ujë, kanalizimet, furnizimin me energji, shkollën dhe qendrën shtetësore. Ne ecëm fort në këtë drejtim. Ne në ato vite rindërtuam ose ndërtuam mbi 8.800 kilometra rrugë në fshatra në zonat rurale. Mbetën dhe 3-4.000 të tjera. Edhe ato do i plotësojmë dhe nuk do ketë fshat pa rrugë të njëjta me lagjet e qyteteve. Miq, e ndëgjuhet besoj që shqiptarët, njeriu që premtoi shtetësi falas, e shkatroi sistemin dhe sot ju paguani për shtetin tuaj, familjarëve tuaj, 3 ose 4 herë më shumë se çdo popull tjetër antar i Bashkimit Evropian. Shqiptar, statistika e fundit e Institutit Statistikave tregon se shqiptarët paguajnë në vit 820 milion për ilaçe, analiza, kujdes shtetësor. Shqiptarët në vit, buk si buk, jo ushqime në tërësi, shpenzojnë 220 milion euro. Pra, për ilaçe sot në Shqipëri shpenzohet 4 herë më shumë. Cili është zotimi ynë për ju? Zotimi ynë për ju është ky. Së pari, lista e banave të rimbursueshme, që do paguhen nga shteti 100%, do t'jetë lista që paguhen sot qeveria italiane për qytetarët italianë. Ky është premtimi ynë. Ky është premtimi ynë për qytetarët shqiptarë. Do të dyfishojmë buxhetin për shtetësinë, sikur do dyfishojmë për bujqësinë. Do zhdukim. Sot, kujdesi shtetësor në një farë mënyre për fatin më të keq është në një raport apo është vendosur në kontroll dhe mafjes. Qa ndodh sot? Shkoni smuri me urgjencë në spital publik. Edhe ky rast është konkret. I ka ndodhur një bashkëpunëtori tim. Ju bllokua arteria e qafës. Shkoj në spital publik, ja diagnostikuan, i thanë ke bllokim. Mirë, pa ajo të dëmton trurin shumë. Tani i thanë për ta hequr, nuk ta heqim ne, do shkosh në spital privat. Shkoj në spital privat, pagoj 2-3.000 euro. Kjo i ndodh çdo shqiptari. Në një kohë kur spitali publik ka të gjitha mjetet, atje ndahen parat. Kjo më rëfum. Ky sistemi degraduar shtetësor do të ndërshkohet.
dhe unë ju garantoj se ju do të keni sistem shëndetësor që meritoni dhe se parat që do paguani do t'jenë sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore që janë të detyrueshme për gjithë qytetarët në Europë dhe në botë, kurse tjera do paguajë çdo gjë shteti për ju. Kështu që edhe këtu ne shënojmë një ndryshim të madh. Për fëmijët tuaj, shkollat do modernizohen.